Ambasadori I Turqisë I akredituar në Kosovë sa priton që Angli flet për marrëdhëniet Kosovë-Turqi, ku me këtë rast ai pohoi se këto marrëdhënie ne I shohim si familjare dhe pastaj ai ka folur edhe për investimet e shtetit të Turqisë në Kosovë. Ai me këtë rast për mikrofonin ton ka thënë: Bizim bakış açımızdan Kosova bizim sadece stratejik ortağımız veya ilişkilerimizin iyi olduğu bir ülke değil. Biz ailenin bir parçası olarak görüyoruz Kosova'yı. Dolayısıyla kardeş olarak görüyoruz. O yüzden bizim ilişkilerimizin temelini aslında halklar, toplumlar arası ilişkiler oluşturuyor. Nga kundërvështrimi ynë, Kosova për ne nuk është vetëm një partner strategjik apo një shtet me të cilin kemi marrëdhënie të mira. Ne e shohim Kosovën si pjesë të familjes sonë, prandaj e konsiderojmë si vëlla. Për këtë arsye, themeli I marrëdhënieve tona në fakt ndërtohet mbi marrëdhëniet mes popujve dhe shoqërive tona. Ndoshta numri I qytetarëve me prejardhje nga Kosova që jetojnë në Turqi është edhe disa herë më I madh se vetë popullsia e Kosovës. Prandaj baza e kësaj marrëdhënie është e fortë. Si që thatë edhe ju gjatë 3 viteve të fundit, por edhe në një proces që ka nisur më herët, marrëdhëniet tona po zhvillohen me shpejtësi pothuajse në çdo fushë, në kulturë, në mbrojtje, tregti dhe në ekonomi. Ne kemi marrëveshje për tregti të tillë, vëllimi tregtar mes Kosovës dhe Turqisë po rritet. Turqia është partneri më I fortë ose I dytë I madh tregtar I Kosovës, varësisht nga vitet. Këtu ka mbi 500 milion euro investime turke. Këto investime sigurojnë vende pune dhe punësim për më shumë se 10.000 kosovar. Prandaj kur themeli është I fortë, mbi të gjitha mund të ndërtosh çfarëdo ndërtesë të madhe që dëshiron. Me që baza jonë është e fortë mes popujve e shoqërive tona ekzistojnë lidhje të fuqishme që datojnë prej kohësh, me që këtu ka Turqë dhe në Turqi ka shqiptar, mendoj se nëse ekziston vullnet politik nga të dyja palët, është e mundur që të ketë ndërtesë të bashkëpunimit të ngrejmë deri në një qiell gërvishtës, ka thënë ambasadori I Turqisë në Kosovë. Ndërto me prodhime vendore.